Ju po lëpni youtubera 3, po nuk po na suportoni ose bile ndani eksperiencat e juve, gabimet, qa me ba, qa mos me ba. A dini shka s'për ka të jesh. Bye! Hajgare. Hej njerës, qa ka, jem Agoni edhe mirë se rrët me një video ku i ndaj 10 ndihma ose 10 tips të qysh me pas sa ma shumë sukses në YouTube ose në për platforma tjera që aplikon edhe në për TikTok edhe në për streaming si Twitch. Qëto ndihma që i kum përmbledhone janë disa ndihma që i kum pasune prej eksperiencës tem 11 veçare në YouTube, po edhe njëtën kohë edhe prej shoqënisë tem, edhe prej krejt youtuberave që i kum njeh në për botë. Po para se me vazhdu, qëto e keni një disclaimer të madh, një lajmërim të madh. Që kjo video nuk është formule të suksesit. Nuk do me thonë që nëse njekni qëto pa një ka një, ju keni me dhezë, kanë ju nxoft krejt, videot kanë ju shku me miliona shikime, edhe kështë ju shek, kom ullë, ndygoj edhe kom jau. Se suksesi nuk varet veç prej faktorëve tu që janë, që ti i kontrolon, prej varen edhe prej faktorëve t'jashtëm, prej trendeve, prej publikut, se qka dhejtë, qka nuk dhejtë. Kështu që merrni qëtë video si një mësim me të vogët që mune me përdorë në për videot e juve në YouTube. Kështu që më sajtemi me më thonë, pagënë, ne i bona 100 video edhe veç 2 views a i ku marë. Kështu që nëse e kuptu që ata, atëre vazhdojna me 10 ndihma prej një youtuberi që për 11 vjetë si kam rrinë 100.000 subscribers. Ujë kam tjerë. Numër 1. Bono original. Mos i kopje tjertë. Munani me bu përmbajtje që është originale për juve. Edhe nuk do me thonë që kjo veç me bu përmbajtje originale, kom fjallën për shembull nëse zgjallni gaming ose vloga ose qka do. Edhe nëse i bëni qëto sene, munani me i bon stilin e juve që është original për juve. Munani me shti përmbajtjen e juve, munani me shti stilin e juve të editimit, munani me shti hajgarën e juve, këtë senet originale që atë bojnë ti. Mos munani me bo diçka qysh e ka bo për shembull na youtuber tjetër ose na njeri famshëm tjetër. Nëse bëni kopjet një youtuber tjetër, atëre keni mu vrejt si kopje, nuk keni mu vrejt si original që je ti. Bënë original, bënë i veçantë. Po një sen qëto që peshtoj është 1.5, ki motive edhe vlerat pas sërta para se me janis. Reflektoj ma shumë rrët vlerave tua edhe inspirimeve tua edhe motiveve tua. Pse jetu bo video? Nëse jetu bo video, vetë sa për me dhejt, mu bo i famshëm edhe me bo pare, atëre nuk është edhe motiv që mirë, edhe keni mu shgënjur këgja shumë. Kur heni me vlerat e juve që i keni, sinceritetin e juve, humorin e juve, edukatën e juve, kulturën e juve, heni me qato sene, edhe motivi kryesor mu konë është me arktu njerës, përshek si njerës ka me ime të këshyrë për mu knaq. YouTube është një vend mu knaq edhe tjerë. Shtë që kur janë esni, bëni me motivin për mi arktu njerës. Qata që ndrej besnik vlerave tua, ki vetë besim kur bën video, edhe shfaqen të zjazëm sa ma shumë. Ki vetë besim, bëne tonën original. Numër 2, setupin. Zgjate ku ki me bo video, YouTube, TikTok, Twitch, kudo, lejnë username tonin që prap se prap original, ose veç amrin ton mund është me qit, se ke me qit gaming, vini kompjuter normal, që ato gjerime mund me i bo me OBS, që e përdore ane, edhe jom të e përdore qëtash bukfalisht. Nëse keni me qit video kështu reale, njëtën reale, si vloga e tjetë, atëre mund me përdore telefonin, projekte dhe kamera e telefonit të shumë e mirë. Po nëse nuk deni me regullu OBS-in, ose nëse nuk deni me gjiru video në kualitetin sa ma nalt, ju sugjeroj me këshyr tutoriala në YouTube, keni plot. Numër 3, kualiteti jo compare. A i mari men dikush kualitetin compare temin, nëse mari men komentoni poshtë. Tash se kush fitoj kualiteti compare. Kur gjirani video gaming, munoni me i qit me kualitet mirë, mos më konë loja legi, edhe preferohet më konë 60 FPS, i vjen 60 FPS. Ama të gjirimet me kamerë, hinë 3 sene kryesore. Videoja, audio, edhe ndryshimin. Videoja do të më konë me kualitet nalt. Mjaftueshëm është Full High Definition, pi vjen 1080 piksela, me 30 FPS minimumi. Mirë po edhe 60 FPS në regull është. Që video është Full HD 60 FPS. Po nuk do me thonë me pas kamerë për gjithë sen. Telefonat në ditë sotit jënë shumë mirë për me i bojë që të sene që të mune me gjiru me telefon. Seni i dytë është audioja. Bile ka njerë është më e rëndësishme se sa videoja. Për shkak se nëse videoja e ka kualitetin e mirë, po zonin jetë keq, kërkosh s'ka me ta këshir videon. Po nëse videoja e ka kualitetin mesatar, po zonin jetë mirë, atëre mundet më konë këgja e mirë për video. Kështu që është audio shumë e rëndësishme. Kështu që munoni mu një mirë, nëse jeni me një ambient jashtë, munoni mi i gzhurmave sa ma shumë.
Edhe seni i tretë që është shumë i rëndësishëm është ndryshimi. Është mirë juve me ju pa krejt çka bëni, mos dini me një hije ose ju mu pa krejt tërë. Nëse jeni me një ambient mrena, atëherë mundoni me i dal dritarës përballë që me pas ndryshime natyral, po nëse jeni natën, atëherë ju mundoni me përdor ndryshimet që i keni për shembull ring lights ose drita tjera. Po çato drita është me rëndësi më kon përpara juve që mi pa fytyra e bardhë. Qënë që të krasim, qëta që i kam qëto drita për bara me e që po ma bojmë fytyrën këtë bardhë dhe për shina mirë, po qënë në ndët se dhejzën e dritën nalë në tavan që e kam. A për shini, tash më ka ra drita nalë, edhe fytyra jem u bo hije për shakë si dritën e kam këtë nalë atje. Mrapa ka shihet shumë mirë, mrapa mi është perfekt, po njëm këgjater. Shtë që një ndim për ndryshim, është mirë me pas dritën për para. Nëse doni me pas ma shumë ndima rrës qytetin e seneve, ju sugjeroj me këshur në TikTok edhe në Instagram, e keni Korabin, a i bën video me kualitet këgjat mirë edhe i qëtë ndryshimin këgjat mirë në për video e për audio e këto sene. Shtë që për juve që doni me ditë rrët ma shumë rrës këtën e seneve, këshurini. Feni 4. Editimi. Videoja normal është mirë me editu sa ma mirë, me shfaq karakterin e ju edhe profesionalizmin e ju. YouTuberat zakonisht i bojnë editimet me Adobe Premiere, që edhe vet i bojnë me Adobe Premiere, po ka njere përdore edhe vet CapCutin, kështu që nëse ju nuk dini me përdore Adobe Premiere, me CapCut mundi me kry sanet super. Nëse doni me mësu nëse doni me mësu me editu sa ma mirë, ju sugjeroj me këshur Shqipdon Salia në YouTube, po nëse doni me marrë pak inspirime për editim, ju sugjeroj me këshur edhe Lotin, këgja shumë për shak se Loti i bën disa editime këgja interesant. Po do tips që po du me ja u jep për editim janë qëto. Numër 1, prejni hapsinat mes videove ku jeni tu mos full kërgjër, qemë të thonëre, ku jeni tu a pe vreni qëto? Do me thonë zbrastinat i prejni. Se një dytë, gjeni një muzik prapaskene që me lonë mrapa, po mos ja rrit një zonin shumë. O lani zonin që muzika pak munin prapasken, e zoni ju mu një qartë. Edhe se një tretë, vendos një memes dhe vendos një ajgaren mes videos që mu konë sa ma interesant videoja. Unë e bëj qëtësen shpesh, e qes një klip, ose qes një meme të famshëm që mu ju përshtat videos, edhe me shti njerës me kish, edhe me pas një për pauze, për me kesh njerës sa jeni tu jarë këtu me sene tjera. What? Gjithashtu mundin edhe me shti edhe tekstin në ekran që ju bën edhe sa ma interesant, unë e bëj që të sen në editim shpesh që mi jabu edhe vetit në editim interesant. Ndima e 5 është thumbnaili, titulli, tags edhe description. Edhe i radhita qëto si pas rëndësis. Thumbnaili është seni ma i rëndësishëm video në YouTube. Ma përpara qyret një thumbnail si sa një titull. Thumbnaili është mirë më koni ndryshëm, më koni qartë si cilët janë karakteret që ju po të nëmi i tregu, ose me pas diçka që është clickbaity. Do me thonë njerëzit me kliku që është interesant. Mos shtini shumë tekst në thumbnail, për shkak se është shumë tekst kërkosh s'ka me lexu, është me rëndësi me pas njerëz edhe figura, që ato sene këshyren ma shpejt edhe kuptohen ma shpejt si sa tekstin më nalë me lexu. Nëse doni me pas inspirime për thumbnails, ju sugjeroj me këshyr MrBeastin normal, MrBeasti ka kualitetin perfekt thumbnailave, po të youtuberat shqiptar e keni Edisonin. Alkings në YouTube, a i ka thumbnailat shumë mira dhe mundi me pon edhe me mësu shumë prej të ne, dhe. Masani i keni tags, që tags, kër uploadoni video në YouTube, i keni do tags që ju më një shi do keywords, ose disa fjallë kyshe, cilat përfshien video në ju. Jo më në me shti gaming, karakteret që i keni përdor, lojen që i keni përdor, për shak se video jam më sugjeru sa ma shumë në YouTube, edhe për hapin e 4, po një me titullin e arova. Titullin po, titulli është mirë më ko një titull interesant, një titull në fjallë që i keni përdor në video, ose diçka që ka ndodhur në video, edhe emrin e juve dhe qka është, gaming, vlog, loja, qka do. Edhe në fund normal e keni edhe description, që në description ju mëni me qitë përshkrimet si qa keni bu, disa linka e tjerë, kështu që mëni me qitë përshkrimet krejt në description. Seni i 6, bëni orar. Që është seni që kërkër së tu e bu qëtash. Kër bëni seriosisht video në YouTube, ju mëni me pas një orar për me qitë një video. Mëni me pas gjdo dit, gjdo 2 dit, gjdo weekend, gjdo një muj, ky sen varet krejt për juve dhe për videove që i bëni. Po është mirë më konë disciplinum që sen, për shak se edhe ju e keni një motiv edhe një disiplin për me qitë video të regullta me një ko,
Dhe edhe një të në kohë, audienca juve din që ju në qatë kohë keni me qit një video, kështu që bon gati për me këshyr videon e ju. Ky sen aplikohet normal edhe për streama nëse bëni streama me një orar të caktuar, ose në për TikToka nëse qitni TikToka rregullisht. Preferohet me qit video çdo ditë, po kjo varet edhe prej stilit videove që i keni. Nëse keni vloga ose sene ma të komplikume për me bo, atëre mundi me bo me një periudhë ma të gjatë, për shembull çdo weekend ose çka do. Po këtë varet prej videove që i bëni. Veç dijeni që sen, nuk është obligative me qit video çdo ditë. Okej? Mirë është, po nuk është obligative. Ndihma e shtohet 3 sekondat e para. Sidomos tash me trendet e TikTokut, 3 sekondat e para janë tepër të rëndësishme. Si qato sekonda ja marrin vëmendjen njerëzve. Nëse si keni 3 sekondat e para interesant, kam ja u bo scroll direkt njerëz dhe ja u lojnë sy dëq. Kështu që 3 sekondat e para është mirë mu kon sa ma të mira dhe sa ma të tërheqëse. Për shembull, nëse bëni video në TikTok, është mirë që qato 3 sekondat e para, ose me qit një pjesë interesant që ka ndodhur në video, ose me qit një pyetje që i shtin njerëz me këshyr ose me ilon një hook thirrët. Për shembull, videot e mia në TikTok që i kom bo para 2 vjetë, e kom lon një pyetje në fillim videos që me shtin njerëz me këshyr ata edhe me marrë një përgjigje në fund videos. Sa shpejt din me zgjidh Rubikonin? Këshire se sa shpejt di me zgjidh une. Rubikonit kallzova edhe njerëz, që ke totali i përzim. Për shembull, nëse ti mundesh me marr edhe me përzi çto, edhe me shku madje ma larg, ti mundesh me shku atë si ma shpejt e sene, që ajo ke mënyra ma në lëvizje 10-5-1, po ti mundesh me shku edhe ma shpejt, për shembull me shku. What the f*** e kjo? Ose, Mr. Beast e bën që sen, ku në fillim videos e bën një deklarat shumë madhe. Për shembull, deri në fund që saj videoje, 50 njerëz kanë me munu me nejt brenda një rrethi. Edhe që kësan është qa që pa mon shumë sa që i shtin njerëz me këshyr videon deri në fund. Shto që qaj hook në fillim, 3 sekundat e para, është shumë i rëndësishëm. Se normal, nëse dikush e këshyr videon deri në fund, videoja merr watch time shumë të madh, edhe sugjerohet për YouTube-it edhe ma shumë, edhe vëjz kanali edhe ma shumë. Kështu që është mirë, mi majt njerëz hooked në për krejt videon. Edhe në TikTok edhe në Instagram aplikohet ky sen. Ndihma e 8, engagement, që është tepër e rëndësishme. Po më duket çto si me zbulu një trik tepër sekret temen. Engagement është angazhimi i shikuesve që e bojnë video. Janë lajkat, komentet, shareat, subscribat, krejt senet që e japin mundin shikues në qatë video. Edhe sa ma shumë lajka e komente e sharea, qaq ma shumë sugjerot videoja prej platformës edhe dhejtë dhe ma shumë. Për që ata ju i nini shumë youtuberat të thonë, bëjni like edhe subscribe edhe komentoni poshtë se që zhuga duk videoja. Qëto sen e thirën call to action. Call to action dhe me thonë, mi thirë njerës me bo një sen. Kështu që kur bëni ju lajka, kur bëni komente, edhe kur bëni sharea, atëre videoja sugjerot ma shumë edhe dhejtë ma shumë. Pse me tregoj që sen? Ka! Kështu që ju të gjalleni kur pëtoni me të thonë që sen. Shumica e bojnë fillim, kështu që në fillim video të thojnë, po mos harroni me po like dhe subscribe. Mes videos dikon ka minuta e 2-3 kur ndodhë diçka interesant, ose ka fundi i videos kur jeni të përmbyll outron. Për shembull, disa raste konkrete të mijat, videoja në Skënderaj që e kum bo, ka dhejtë shumë për shkak se i kum thonë njerëz me komentu se atë njohin qatë aktorën që atë në video. Edhe shumë njerëz kanë komentu në qatë video, edhe videoja ka dhejtë tepër shumë. Ose, e kum bo një video para 2 vjetëve, ku i kum tregu njerëz për një lak, se për mos me hungër thojt. Edhe i kum të thonë njerëzve, shpëndajni qëtë video njerëzve që i hajnë thojt, që ka shumë. Kështu që videoja dhejtë. Përdori një YouTube Shorts edhe TikTokën me i shpënda klipet ma të mira. Pa marrë parasysh a bëni video të gjata ose streama në Twitch, merrni që ato klipet ma interesant juve edhe qëtini në për YouTube Shorts edhe në TikTok. Për shkak se që ajo audiencë është shumë e madhe në për çdo platforma, edhe njerëzit masani mune me ardhë me këshyr videot e gjata ose streamat e juve kudo që bëni. Munani mi apliku që ato sene që ja u shpjegova, pi bjen engagement ose angazhimi, edhe që ato 3 sekundat e para, munani mi apliku sa ma shumë, edhe munani mi barë që ato audiencë prej TikTokut, edhe me thonë, ku po bëj ka që këtë stream, ku po bëj ka që këtë video, na që këtë e këshyri edhe videot e tina, që jo mune me i do në bajo se ku do. Një person që qëto ka dhejtë këgja shumë është Dërle. Mune me po që Dërle ka dhejtë për qëtëne klipeve që ka ndollë për TikTok. Shtu që aplikojnë edhe ju që cen. Edhe ndima e dhejtë, eksperimentoni. Që është ndima ma e dhimshme që për jepi, po
Jo doni me eksperimentu ton kohën kur bëni video. Eksperimentoni me temat, stilet që i bëni në editim. Munoni me eksperimentu me trende. Munoni me pa trendet cilat jenë qëtash në përbot edhe me integru që ato në videot e juve. Edhe munoni me ndryshu edhe me përmirësu vetën ton kohën kur bëni video. Që është nështë ndihma ndër ma të rëndësishmet, jo veç për YouTube, po për çka do që aplikoni në jetë. Eksperimentoni, zhvilloni sa ma shumë vetën. Shërni se çka po dhejt, çka gjuni sene për mure dhe këshër që po në gjitët. Këtë në i prej anglishtës. Po qëto për ja u jepi një bonus tip, ndërto komunitet. Audienca do të mu bo pjesën një grupin ku knaqen krejt bashk. Edhe ti do shme ndërtu një komunitet që krejt po knaqen me zveti, kanajgare me zveti, muhabete me zveti, edhe krejt mu knaq kur jenë aty pjesë e komunitetit. Për që ato, bëni ajgare, bëni do inside jokes që dini që unë e këmë bo shumë inside jokes në YouTube-in që e këmë bo në që 11 vjetë që jam për shambull introt e mija, henjer që kojë Magoni, Agon Magici, Agon Gashi, Mitrovic, ose do fore diçka me një orientim, diçka vre po mduket, e këmë bo një inside joke shumë. Kështu që më dërtojni një komunitet, për shak se qata njerës që jo e kini një komunitet, edhe kanë me mbështet kur kini një sukses, pa dhe jetën kohë kanë me kuptu kur e keni një kod keqe ose në i piklim. Kështu që bëjni krejt më kom pjesë e një grupi që knaqen një krejt bashkë. Po prapë se prapë, edhe njëre. Mos se merrni që këtë video si formullë suksesit, se që ke nuk është formullë, nuk ka formullë suksesit. Të kish pas formullë suksesit, këti kishin një do hapa dhe krejt kishin vlez. Po janë disa sene që ndihmojnë, e do sene varën për juve. Kështu që provoni, eksperimentoni, këshëni me ndryshu sene që nuk po dhezin, këshëni me kalun sene që po ju pëlqenë ma shumë, po sene kryesor që doni me dit, është më kujdes për vetën. Për shkak se suksesi mune mu arrit, suksesi mune të dhe mos mu arrit, po jo mune me dhez, po mas një muje mu arru krejt. Po qka do që ndodh, dijeni që doni më kujdes për vetën, edhe doni më kujdes për qatë vetëbesim që e keni, edhe njëjtë në kohë, më knaq me një periudhë që është me bo videoja, se është këgja një par adrenaline edhe këgja një par knaqësie me bo video në YouTube. Edhe qëto sene kujtohen të njëtën, kur s'ko me jarruan e eksperiencën të në YouTube. Kur? Që ato më sarëni me bo like edhe s'pamoj tash, s'pamoj, nese për dini që ka me bo. Seriosisht, nëse ju pëlqej që kjo video më sarëni me bo like, edhe nëse të kanë një muq të ndima, atëre munoni me i apliku edhe munoni me menu tash kur bëni kontentin e juve. Edhe nëse bëni video që so, munoni si që shmuni me i apliku që të ndima. Edhe nisem për fund që du me thonë është që faleminderit kejve për krejt komentet e mira që e keni bon video në tem të kalume. I kum ledzu krejt, ma kanë këty një farë vetëbesimi, një farë motive prap me bo video, edhe nejtë në ko, po du me jep sa ma shumë ndima që edhe jo me mësu shumë. Shtë që se cëllit subscribe që e bëni poshtë, është shumë i vlerësum prej meje. Edhe hajde të mrina 100.000 subscribers. Nëse se keni subscribe kanalin, bëjni poshtë, të mrina bile 100.000 subscribers, edhe unë e vazhdoj jetën tem si programer, I guess. E për komente, bëni qka doni. Komentoni veç të vlejt videoja, veç të ka engagement. Dërim video në jashtme, që kjo faleminderit shumë krejve që e patë. Agon Gashi, Mitrovic! Peace!